Të dashur edhe të nderuar miq e të ftuar. Kjo hapësirë sonte mbrëma, një sofër e vllazërimit brenda një shtëpie që është pronë e gjithë qytetarëve të Republikës, e prandaj dhe më shumë se çdo shtëpi, të kujton me këtë sofër atë që me kanunet dhe venomet e moçme shqiptari i çdo besimi ka kultivuar me përdëllim. Parimin shtëpia është mosparje e Zotit dhe e mikut. Bujrum pra ta nderojmë mikun pranë, pavarësisht fesë të tij dhe Zotin e tij, të cilës do fe apo formë, duke kujtuar një hadith të përbotshëm të profetit, i cili urtësisht na fton mes njerëzish të arsyeshëm, me besën e fesë apo të mendimit lirë, të ndihemit një trajtshëm në humanitet. Ai thot se profetët janë si vëllezër me amësi të ndryshme, por të gjithtrajtshëm në besim. Isën e Marijes nga unë asnjë dallim nuk e ndan. Sigurisht, ky është sot dhe kurdoherë obori brendshëm i një institucioni kyç të Republikës. Por për një mbrëmje si kjo, krejt e posaçmja i iftarit, më ton t'i përngjaj Mekës shpirtërore të shumëkujt ndër ju këtu, duke bërë simbol i një tjetër republike, pra i një të mirë të përbashkët të gjitha besimeve dhe praktikave shpirtërore e filozofike, që kanë dhe duhet bëjmë çmosin që të kenë kurdoherë në një vend si Shqipëria të drejtë, të barabartë qytetarie. Miku im i mirë Skënder Bruçaj, që sot mungon, i justifikuar sepse është për haxhillëk në Mekën e vërtet, nuk do të më qortoj, shpresoj, për këtë krahasim mes një obori profan dhe një qyteti të shenjtë. Sidoqoftë, edhe në rast se do të më qortonte, do t'i përgjigjesha duke thënë se këtë parafrim ikonik që unë bëra, ma sugjeroi leximi i një pjesë të udhëtimeve të filozofit madh musliman Ibn Battuta, shkruar ky i fundit si Skënderi sot, kur ai kryente pelegrinazhin e shenjtë në Mekë, 661 vjet më parë. Meka ka formën e një paralelogrami dhe gjendet në fund një lugine të rrethuar me male. A thua se po flet për Tiranën. Kush shkon drejt saj e dallon qendrën, pothuajse vetëm kur ndodhet brenda saj. A thua se po flet për kryeministrinë. Meka, siç e ka thënë vetë Zoti në librin e tij të rrallë, ndodhet në një luginë të shkret, por bekimi që ju premtua Ibrahimit ushtri edhe mbi të. Çdo gjë e mirë dhe çdo risi rrugton drejt këtij qyteti. Frutat, rushi, fiqt, pjeshkët dhe hurmat, pjeprat më të freskët që kam ngrënë janë në Mekë. Çdo gjë në Mekë ka një shije të papërshkrueshme. Iftari është pra qoftë në qytetin e shenjtë Mekës, qoftë në Mekën shpirtërore të gjithkujt që bashkohet me të tjerë në një hapësirë në fund të një rrugtimi drejt sofrës vllazërimit, një moment që përtej bashkimit që stimulon mes njerëzve,
që vinë prej rrugtimesh ndryshme, krijon ekuilibër shoqëror, mirëkuptim mes të ndryshmëve dhe paqe të brendshme tek secili. A nuk janë treja këto pjesë përbërëse të konceptit të drejtësisë tek qytetari i një republike të drejtë? Dhe as është vetë drejtësia burimi i pazëvendësueshëm i tyre? Të gjitha besimet monoteiste me të cilët Islami jep e merr prej origjinës dhe urtësisë tij specifike, këtë treshe oksigjenuese për jetën e njerëzimit e përmbledhin në fjalën aq kuptimplot drejtësi. Drejtësinë e tejlartë, nëpërmjet të cilës i tejlarti ndan shapin nga sheqeri në këtë dhe në atë botë, melodia shpirtërore e besimit e paraqet shpesh me imazhet e përkryer të natyrës, me ngjyrat dhe format e hijshme plot ekuilibër që ato mbartin. Shpallnin mes atyre që besojnë dhe bëjnë veç mirë, thot profeti në Kur'an, se do të kenë për streh kopshte, kur rrjedhin rrëkej e fruta që do të shërbehen në këtë dhe në atë botë. Mirëkuptimi që sendet e natyrës, madje vetë besimet, ndërthurin mes vetit, duke e marrë për shembull natyrën, jepet si shembull për njeriu, cila do qoftë përgjegjësia e tij në këtë botë, për të gjetur paqen në të vërtetën dhe për t'u përmbajtur drejtësisë. Kurani e kupton qartë. Thuaju, besoj në të gjitha shkrimet e shenjta që janë zbulesë e Zotit, urdhres më është dhënë të jem i paanshëm midis jush. Nëse ekuilibri i natyrës dhe i përshpirtjes është drejtësia, sipas zëdhënësve të Zotit, ç'mund të themi atëherë për ekuilibrin e drejtësisë në shoqërinë tonë, për ata që e garantojnë dhe për ata që e zbatojnë? Mos o Zot, është e para fjalë që të vjen këtu, ku jemi mbledhur ndërmend. Sprov mbeten në të gjitha herët, dihet kjo, për cilin do nga ne që ka barë dhe përgjegjësi për qytetarin, padrejtësitë e vogla dhe të mëdha ndaj tij në vuajtjen e përditshmërisë, të cilat kthehen në ato që Bibla e quan mëkate dhe faje që i klithin qiellin. Por ka sprova që për natyrë nuk mbarojnë, si kjo e jona, ama ka dhe prova që klithin për drejtësinë e mohuar, si plot e plot në këtë mexhelisin tonë. Ndaj edhe nuk ka pastaj si të mos flasim se shmangim dot këtu sonte, madje sidomos këtu sonte, për drejtësinë si një sprovë të sprovave për këtë vend, vendin tonë, të cilit Zoti i ka falur bujarisht gjithçka u lypset njerëzve të vetë për të jetuar në ekuilibër, mirëkuptim dhe paqe të brendshme, pra në drejtësi, duke vjel frutet e punës mençur mbi tokën kaq të pasur. Në librin e profetit Amos shkruhet, kur padrejtësia klith drejt qiellit, s'ka më kohë për të thurur hymne e për t'ia marrë këngës. Aty ku gjyqësia dhe e drejta shkelen me këmbë, vetë Zoti mbjell murtajën, prej cilës askush nëpër pallatet pushtetshmish nuk mbijeton dot. Po është e mundur një drejtësi e drejtë në këtë Shqipërinë tonë sot, dhe a mund të kthehet dëshira kaq e hetur e popullit tonë sot në një realitet të mundur me drejtësi? Nuk do t'isha i bindur në ponë time nëse sot do t'ishim vetëm. Po si jemi vetëm, dhe pavarësisht se si ka përfunduar, po sot, martesa asnjëherë e lumtur e Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian,
e cila qysh në kryet herës pa të qenë një krushqi goxha e vështirë, për ne shqiptarët është fat i historisë të jemi sot bashkë me Bashkimin Evropian në rrugtimin e mundimshëm për të ndërtuar një drejtësi të drejtë. Sepse për ne, për Shqipërinë, në fundit, kjo drejtë Bashkimit Evropian nuk është rruga e një shteti solid, siç ishte Britania e Madhe kur ju bashkua Europës politike, po është rruga e një populli që vetëm përmes kësaj rruge mund ndërtojë një shtet solid. Leti rikthehemi për një çast Kuranit. Secilit prej jush i është dhënë një ligj dhe një metodë. Nëse Zoti do të kishte dashur, sigurisht që do të kishte dhënë të gjithëve të njëjtën mendje. Por në çka ju jep, ai do t'ju sprovojë. Prandaj rivalizonin mirësi dhe drejtësi dhe vetë ai do t'ju thotë ku qëndron dallimi mes jush. Mes atyre që duan dhe din të shkojnë në thelb të drejtësisë dhe mes atyre që e kanë këtë fjalë në gojë dhe jo ndër vepra, qëndron dallimi i madh i mënyrës se si zbatohet gjyqësia dhe kujt ajo jepet si barr dhe si privilegj unik. Ky është në thelb dhe dallimi mes Shqipërisë që ne kemi sot dhe asaj që mund të kemi nesër, falë rrugës mundimshme, por vetëm rrugë drejt Bashkimit Evropian. Dhe unë hy ndër ata që besoj fort se rruga në këtë rast është mishërimi i qëllimit tonë të madh për të pasur edhe ne, më në fund, një shtet të vërtet të së drejtës, pavarësisht se cili do të jetë fati nesër i Bashkimit Evropian, çka nuk është as pak në dorën tonë. Gjua plot simbole e traditave fetare, të cilat konceptin dhe nocionin e gjyqësisë e drejtësisë e kanë në themelet e tyre, në rafinimin e tyre hermeneutik, mund të ndihmojnë të kuptojmë se betejë për drejtësinë e paanshme dhe të paprekshme, betejë për gjykatësit e denjë, është e vetmja që në çdo kohë ja vlen të çohet deri në fund, cilat do qofshin sakrificat, e lëre më pastaj çmimi politik që ajo betejë mbart. Hadithet e profetit, qëndisura me urtësi prej më se 15 shekujsh, na përcjellin edhe një mësim shumë të bukur për gjykatësit. Gjykatësit janë 3 llojesh. Njëri që shkon në mshim dhe 2 që shkojnë drejt flakëve. Ai që është në mshim është gjykatësi i zvërtetës dhe që ka gjykuar me vërtetësi. Ai që ka njohur të vërtetën dhe që qëllimisht e ka anashkaluar shkon drejt flakëve. Ai që ka dhënë gjykim mes njerëzve pa kuptuar se ç'ka bërë shkon drejt flakëve. Dhe i pyetur përse ky i mjeri që ka gabuar nga ignoranca shkon drejt flakëve, profeti i përgjigjet qartë, sepse gjykoi pa njohur dhe pa u munduar të njohë. Gjykatësi, thot profeti, duhet i kushtoj 1 ditë punës dhe 1 ditë lotëve për barrën që ka. Ndërsa sot në Shqipëri, drejtësia ka fytyrën e gjykatësit që 1 ditë ja kushton punës mbrapsht dhe 1 ditë numërimit nga e para, të parave që i shtohen, duke përfituar nga padrejtësia. Ndërkohë që njerëz të zot dhe të ndershëm në sistemin e drejtësisë përçmohen dhe pengohen të kryejnë punën e tyre, të ngjisin shkallët sipas meritës së tyre dhe mbeten të penguar dhe të përçmuar duke lëpirë lotët e hidhur të poshtrimit. Përpara se t'i lë vendi lutjes suaj përmes bashkëndarjes bukës në këtë sofër të miqësisë dhe të vllazërisë,
Dua ta mbyll fjalën time me një porosi që më ka lënë një mbres shumë të fortë, të njërit nga kalifët më shëmbullor të Omejadëve, Omar Abdel Azizi, i cili ja dërgonte porosin guvernatorit të qytetit Homsit në Siri, kur ky i ankohej se fortifikimet ishin të brishta. Ja çfarë i thot kalifi, ndërkohë që guvernatori ankoi për infrastrukturën. Përforcoje qytetin tënd nëpërmjet drejtësisë. Pastro rrugët e rrugisat e tij nëpërmjet rendit dhe sigurisë. Dhe kështu paqja qoftë me ty. Kush ka vesh dhe do të dëgjojë, dëgjon. Kush ka sy dhe do të shikojë, shikon. Dhe kush e ka një Zot të cilin e pyet përmes çfarëdo feje apo çfarëdo rrugë të gjetur vet brenda vetvetes, le të luftoj për ta përforcuar vendin tonë nëpërmjet drejtësisë, për t'i pastruar rrugicat tona nëpërmjet rendit e sigurisë që krijon bashkëjetesa në drejtësi, dhe për t'i dhënë oborrit fëmijëve tanë paqen e një vendi të drejtë me njerëzit, pavarësisht besimeve, statusit tyre social apo gjinisë tyre. Paqja qoftë me të gjithë ne, vëllezër dhe motra, në këtë sofër sonte dhe gjatë gjithë këtij muaji të shenjtë të madhërisëm për të gjithë ata këtu ndër ne, po dhe që po më dëgjojnë në këtë moment, që me bes i përkasin fesë islame. Shumë faleminderit.